Kërkesa dhe oferta pafund në internet, të gazeta dhe kudo për njerëz që kërkojnë punë dhe njerëz që japin punë. Por në rastin më të keq ne ndoshta s'na pëlqen ajo punë ose themi ok, nuk e bëj dot dhe kush është zgjidhja? Zgjidhja është ta krijosh vetë një punë për veten tënde. Sigurisht ta njerëz janë shumë të rrallë që krijojnë një biznes të tyre dhe punojnë në të, por këtë rastin e rrallë ne e kemi gjetur dhe një ndër ta është Laidi, i cili ka krijuar një biznes vet nëpërmjet inteligjencës së tij, që në moshën më të vogël ai e kuptoi që ishte një gjeni dhe e kuptoi çfarë dinte të bënte. Ne do shkojmë të zbulojmë më shumë për Laidin dhe biznesin e tij. Ja, pa jemi këtu në zyrën e 1, 2, 3.l me Laidin. Ti e Maja Piramidës? Maja Piramidës. Edhe të pëlqen shumë piramida si metaforë, po. Nuk është e shpesht që një djalë i ri të nisi gjithë këtë nis vetëm dhe pyetja jonë është që kur të doli ajo llampa këtu lart? Kam përshtypjen është më shumë një akumulim i gjithë eksperiencave gjatë gjithë viteve që kam pasur. Unë kam nisur që 13 vjeç në këtë fushë. Kam pasur një prirje për çdo gjë që kishte të bënte me botën digjitale, duke filluar nga kompjuterat, që kur montoja kompjuterat që i vogël. Mendoj që e kam pas gjithmonë këtë zellin e sipërmarrësit në një farë mënyre. Që 7 vjeç që erdhi babai im në shtëpi me një tufë shumë të madhe çaj, i kishte ble më shumë se ç'donte. S'dinte ç'a të bënte me atë tufën, edhe unë i thash, shiko, atë ti blej unë, thotë, ti shes, edhe shkova shita poshtë me tregtarit e lagjes. Ula te lagja, mora një kuti kartoni, e vendosa aty, fillova të shes çaj, edhe aty nisa këtë rrugtimin tim të sipërmarrësit në që lindi ti shumë pak raste që unë jam një çik i dyshuar në kuptimin nuk e di a është e lindur apo është e fituar, besoj është një kombinim i të dyjave nga pak. Spuntoja kryesore ishte që dëgjova një fjalë nga mamaja ime që kishte dëgjuar nga dikush tjetër. Dhe fjala ishte? Fjala ishte që ka adoleshentë që bëjnë miliona nëpërmjet internetit. Duke pasur talent dhe nga ana menaxheriale dhe nga ana informatike. Si e menaxhove më vonë me studimet e tua? Unë jam rasti tipik i një personi të vetë edukuar. Edhe pse kam studiuar, kam ndjekur 3 shkolla të ndryshme, prapë se prapë nuk ka të bëj fare atë sukses le të themi që mund të kem në lidhje me shkollën. Lexoja pafund nëpërmjet internetit, shqyr zotit sot jetojmë në një botë që mjafton të futesh në YouTube dhe ke pafundësisht shumë informacione për të ndjekur. Si lindi pikërisht ideja e 1, 2, 3.l? Faktikisht isha në Gjermani gjatë kësaj periudhe dhe atje mu ofrua që të bëhem bashkëthemelues në një kompanie të ngjashme. Mbasi vendosa të shkëputem nga kjo kompanie në Gjermani, ku pata një eksperiencë gati 1 vjeçare. Atëherë erdha këtu në Shqipëri dhe thash, ok, po bëj diçka timen të ngjashme për tregun shqiptar. Edhe pse 1, 2, 3? 1, 2, 3 si emër e para punës sepse është shumë i thjeshtë, domethënë 3 hapa, këtë kisha si koncept që në fillim, fatmirësisht domeni ishte i lirë. Pastaj si koncept domethënë në atë kohë nuk kishte fare shitje nëpërmjet internetit, nuk ekzistonte fare koncepti, ishte totalisht alien, kështu që na u desh të thynim dhe atë tabunën tregut në një farë mënyre, madje transaksioni i parë fare në lek me kartë debiti edhe krediti është bërë nëpërmjet 1, 2, 3-shit. Shpesh në jetë e përditshme dëgjojmë të blerje që bëhen me Europën, Amerikën. A vërtet po ju edukojmë shqiptarët që të bëjnë blerje dhe brenda vendit? Unë them, kam shkruar edhe një artikull faktikisht për këtë pjesë, ka filluar të rritet ndërgjegjësimi në mënyrë drastike. Edhe si rrjedhoi se është rritur sensibilizimi, mediat, interneti, Facebooku janë mbi 1.3 milion përdorues të Facebookut vetëm në Shqipëri. Kështu që kur i mendon këtë lloj faktorësh dhe këtë lloj numrash, e kupton shumë qartë që ndërgjegjësimi është bërë shumë herë më i lartë se çka qenë para 5 vitesh. 1, 2, 3.l si funksionon tani? Unë vi dhe shes produktin tim tek ju, apo ju i bëni një kërkesë, një biznesi që ti merrni shërbimet e tyre dhe ti shisni nëpërmjet Tek 1, 2, 3 jemi më shumë të fokusuar tek sektori i shërbimit si sektor, sesa sektori i produkteve. Ajo që bëjmë është që shkojmë tek partnerët, diskutojmë me partnerët, bim dakord në një marrëveshje promocionale. Pastaj ato ofertë që kemi krijuar me
50% ulje, 60% ulje, e hedhin tek 1-2 treshi. Dhe ja shpërndajmë gjithë bazës tonë klientë. Ti bën dhe tip leksionesh, mund të themi, që i inspiron të rinj, të jenë biznesmen të ardhshëm, të marrin vetë iniciativat. Si lindi dhe kjo? Janë trajnime që i bëj me pagesë dhe trajnime që i bëj thjesht për të krijuar një lloj influence. Një nga këto ka qenë para disa javësh që po përpiqesha të edukoja tregun shqiptar, sidomos të rinjt, për fushën e startupeve ose ndryshe e thënë bizneseve të reja në fushën e internetit. Ajo që përpiqem është që të marr gjithë këtë eksperiencë që kam akumuluar gjatë këtyre 13 viteve dhe t'ja shpërndaj sa më shumë vetave në Shqipëri. Shikon potencial tek këta të rinj? Gjëja e parë që duhet bëjnë të rinjt është që të hapin pak mendjen dhe të fillojnë para fare. Edhe të fillojnë të mendojnë jashtë kornizave. Unë i sugjeroj të gjithë të rinjve dhe të gjitha moshave të futen në fushën e internetit dhe të studiojnë sepse ka pafundësisht shumë mundësira. Duke qenë se ti pak a shumë i ke zgjidhur ato situatat e tua, tashmë ti di se çfarë do të bësh, mund të themi në ujëra të qeta, në sensin që e di si është puna, sipërmarrja nuk është asnjëherë ujëra të qeta. Si qenë sipërmarrës është ti je kapiteni i anijes dhe të dish të përballesh me çfarëdo lloj rrymë që të vjen. Kapiteni i kësaj anije, ku e ka drejtimin? Objektivi im kryesor është që të ndërtoj një startup shqiptar i cili ka impakt në të gjithë botën. Edhe të njihet si ndoshta startupi i parë që ka impakt global nga Shqipëria. Uroj që të paktën nga Laidi të keni mësuar që edhe nga çaj, nga një gjë shumë e vogël, nëse mund të jeni biznesmen shumë të mëdhenj ose mund të jeni dikush edhe emri juaj të njihet.